Shifrat në rritje e njerëzve që vuajnë nga hipertensioni e rrit nevojën për kujdes të shtuar. Për të tretin vit radhazi zhvillohet kjo fushat ndërgjegjësuese pasi ulja e pragut të moshës në të gjithë botën tregon jo vetëm për rrezikshmërinë e lartë, por edhe për pasojat e rënda që kjo sëmundje sjell. Në teren matje për tensionin bëjnë jo vetëm moshat mbi 60 vjeç, por edhe të rinj. Jam një person që vuaj pak nga hipertensioni, marr ilaçe, jam shumë e rregull në medikamentet që marr. Kur e keni kuptuar që keni pasur tension për herë të parë, pra që kur keni filluar? Menopauza dhe disi e kam konstatuar në mënyrë rastësore, nga motra ime pati një problem tensioni, e mata dhe kur pash 17 me 11. Nuk ndjeja absolutisht asnjë gjë. Kam qenë 47 vjeçe, sot jam 63 vjeç dhe kështu që e kam ndjekur rregullisht këtë gjë. Tare po ashtu që mirë dhe e mata. Sa kishe tension? 170. Pak e ullt. Shërbimi mjekësisë interne dhe ISHP bëjnë thirrje për kontrolle më të shpeshta. Sipas të dhënave të OBSH-s, në shtator të 2025-s, tregojnë se 1.4 miliard adult të grup moshës 30 deri në 79 vjeç jetojnë me hipertension. Është shumë shqetësuese fakti se rreth 600 milion prej këtyre personave nuk e din ende që e kanë këtë sëmundje. Dhe ndërkaq, vetëm 1 në 4 persona me hipertension e kanë të trajtuar dhe të menaxhuar në mënyrë të përshtatshme. Shpesh hipertensioni është quajtur sëmundje e fshehtë për faktin se është e pranishme, por pacienti nuk është në dieni. Me ose pa shenja klinike, tensioni e dëmton njësoj trupin e njeriut, prandaj kjo sëmundje duhet vlerësuar dhe trajtuar me seriozitet.